Doktor, nëse kthehemi në profesion, cilat janë ato dhimbjet apo sëmundjet më të shpeshta të krahut dhe të shpatullës? Dhimbjet e krahut janë më të shpeshta, janë shumë të shpeshta pas dhimbjeve të gjurit dhe kërdhokullës. Janë karakteristike më shumë të gjinia femnore, po ashtu edhe të gjinia mashkullore. Varësisht ato mund të dohen traumatike për shkak të lëndimit, që mund të ndodhin në çdo moshë, nga fëmijë deri në moshën e pleqërisë, ndërsa sëmundjet të cilat shfaqen vetvete pa ndonjë traumë ose shkaktar tjetër që pacienti nuk e di, zakonisht janë rreth moshës 40 deri në moshën 60 vjeçare ose 70 vjeçare. Ndërto, në moshat e reja, problemi kryesor është dalja e krahut nga vendi. Shumë njerëz vujnë nga ky problem, mendojnë një pjesë e madhe që nuk ka zgjidhje për ta, po ka zgjidhje. Tash do të flasim edhe për mënyrat e zgjidhjes së këtyre problemeve. Ndërsa te moshat më të vjetra është tendiniti apo impingimenti i supit, që pacienti fillon të ketë dhimbje pa ndonjë arsye që mund ta di, edhe po ashtu edhe për këtë ka zgjidhje në mënyrë jo kirurgjikale ose kirurgjikale. Po e nisëm nga kjo e fundit, çfarë shkakton tendinit të? Zakonisht tendinitet mund të jenë shumë faktoriale. Arsyeja kryesore pse fillon një tendinit i krahut është kur pacienti e ka vetëm të lindur akromionin, kockën e sipërme, cilën e kam edhe këtu. Nëse pacienti e ka, domethënë akromionin, e cila është pjesa e sipërme e krahut, e ka në pjesën poshtë, që janë 3 tipe të llojit akromionit, pjesa poshtë është një ndër ato tipet, ta pacienti më të predispozuar. Kur kjo kocë është më poshtë, pacienti gjatë ngritjes së supit bëhet impingement apo nxënja e tetives në mes të humerusit edhe akromionit, dhe për këtë fillon dhimbje. Kjo dhimbje zakonisht është më e madhe, fillon ditën gjatë aktivitetit, pastaj fillon natën. Kur fillon natën, ndikon edhe në cilësinë e jetës së pacientit edhe në përditshmërinë e tyre, dhe për këtë fillon edhe mund të bëhet edhe trajtimi, ndërsa po ashtu janë edhe probleme tjera, siç janë për shembull me kohë mund të zhvillohet edhe ruptura apo kputja e tetives gjatë një impingimenti të zgjatur i cili nuk është trajtuar më herët. Po çfarë është domethënë sëmundja e krahut, kur pacientët nuk mund me ngrej lart krahun? Mund të jetë po ashtu edhe kjo për arsye të ndryshme. Arsyeja kryesore është kjo që sapo e tregova. Po ashtu edhe një arsye shumë e shpeshtë është formimi i gurëve në krah. Njëjtë si që krijon në veshka, krijon edhe në krah. Shumë pacienta mendojnë që është diçka e çuditshme ose diçka që shumë e veçantë për ta, po kjo është mjaft e shpesh. Shumë njerëz kanë gurë në krah, nuk e dinë që kanë gurë në krah, po në një pikë caktuar fillojnë të kenë dhimbje, zakonisht është një faza e fundit e gurit kur fillon guri tërheqjen. Guri në krah, për dallim prej atyre në veshkë mund të dalë jashtë përmes urinës, ndërsa në krah nuk mund të dalë jashtë, dhe për këtë organizmi duhet më tërheq vetë. Gjatë tërheqjes dhimbja është tepër e madhe, kjo mund të zgjatet me muaj, nganjëherë edhe me vite. Në stadiet e para fillimi është me barna, ndoshta edhe me një injeksion brenda në krah, ndërsa të rastet të cilat janë rezistente, diku rreth 5% e rasteve duhet bëhet ndërhyrje kirurgjikale, të cilat na bëjmë zakonisht për tërheqjen e gurit direkt me artroskop për disa premje të vogla, dhe rehabilitimi është shumë i shpejtë, pacienti kalon në fazën e rehabilitimit shumë shpejt. Do të thonë, sa kohë jepni ju pacientit për të përdorur qoftë ilazhet apo injeksionet derisa të vjen tek kirurgjia? Zakonisht në bazë të profilit të pacientit edhe kërkesave të pacientit. Për shembull, nëse pacient ka një guri në krah në moshën 60 ose 70 vjeçare, kirurgjia zakonisht nuk rekomandohet ata. Zakonisht menaxhimi bëhet përmes barave. Po ashtu edhe këta pacientë nuk është që lëvizin dorën shumë ose mirën në sport. Ndërsa në moshat e reja kur shfaqet guri në krah, pacienti nuk mundet me prit 3-4 vite që t'i kaloj guri në krah. Na aprovojmë disa javë deri në disa muaj me injeksione në krah ose me barna të cilat pihen për me kalu dhimbja në krah. Mirë, por nëse shohim që pacienti nuk po reagon edhe gurt nuk po tërhiqen, atëherë te moshat e reja rekomandohet edhe artroskopia e krahut. Domethënë deri në moshën diku rreth 50 vjeçare. Doktor, kur duhet të mos i anashkaluar këto simptoma, kur duhet kërkojnë ndihmë nga specialisti? Zakonisht ka shumë dhimbje të cilat janë të krahut, të cilat nuk janë kritike, dhe çdo menaxhim, vetë menaxhimi i pacientit me brufen është plotësisht në rregull dhe duhet bëhet ashtu, njëjtë si në perëndim. Ndërsa kur dhimbja fillon edhe të jetë edhe natën, atëherë duhet kërkohet ndihma tek kirurgu, se nganjëherë nuk është problemi vetëm të gurit në krah ose të impingimenti, domethënë të nxënja e tetives, por mund të jetë edhe ndonjë rupturë apo kputje tetives, e cila duhet të diagnostifikohet dhe të trajtohet me faza të hershme, për arsye që në momentin kur kputet tetiva, nëse na nuk e menaxhojmë tetiven për disa javë ose disa muaj, atëherë tetiva fillon të tërhiqet. Edhe vjen në kohë ku as kirurgjia nuk mund ta ndihmojë në kuptimin e çepjes së tetives, po duhet vendoset protezë krahut ose kështu më radh.